Lideri suprem i Iranit i tha popullit të tij të mërkurëm se Teherani nuk do të dorëzohet kurrë, pasi presidenti amerikan Donald Trump kërkoi dalje pa kushte nga konflikti, që tani ka hyrë në ditën e 6 të tij. Ayatollahu Ali Khamenei sa në një fjalim të lexuar nga një prezantues televiziv se Irani do të qëndrojë i vendosur kundër një lufte të imponuar, ashtu siç do të qëndrojë i vendosur kundër një paqeje të imponuar. Ky kamp nuk do të dorëzohet përballë imponimit, se ai në komentet e tij të para televizive që kur Izraeli nisi sulmin e tij të papritur të premten. Khamenei gjithashtu ju referua deklaratave të fundit të Trumpit, duke thënë se njerëzit inteligjent që e njohin Iranin, kombin iranian dhe historinë e tij, nuk do t'i flisnin kurrë këtij kombi. Me gjuhën e kërcënimit, amerikanët duhet ta dinë se çdo ndërhyrje ushtarake e Shteteve të Bashkuara të Amerikës padyshim do të shoqërohet me dëme të pariparueshme, shtoi ai. Khamenei tha se Izraeli kishte bërë një gabim të madh me luftën e tij, duke premtuar se vendi hebrej do të ndëshkohet. Mediat kanë raportuar tashmë se Khamenei bashkë me familjen e tij janë vendosur në një bunker të nëndzeshëm pranë Teheranit,